Duke qenë se të paktën media ka lobuar fuqishëm për veprat kundër korrupsionit. Ne si profesionistë e dim shumë mirë që kjo nuk është vetëm një kategori që struktura e posaçme heton apo ndjek hapat e procedurës penale. Dhe duket sikur është prishur pak ky ekuilibri dhe është hequr fokusi nga grupet e organizuara kriminale. Çfarë mund të thoni për këtë aspekt? Prokuroria e posaçme duhet të jetë funksioni që qëllimi për të cilën është krijuar ose funksioni për të cilën është krijuar. Jemi dakord që ata hetojnë korrupsionin, por jo në korrupsionin në nivele shumë të vogla. Prokuroria e posaçme si strukturë në fakt që heton jam dakord, heton vepra penale shumë komplekse. Dhe është gjunaf që ti ta përfshish të strukturë posaçme të nivele shumë të lartë profesional për të hetuar korrupsionin në vlerë mbi 50.000 lekë të reja. Pra, por mua duhet që vetë struktura posaçme ti kishte sugjeruar kuvendi ndryshimin e dispozitave të kodit procedurës penale dhe kodit penal për pjesën që çfarë kompetencë do kem unë lëndore për korrupsionin duke rritur vlerë. Në opinionin tim do të jetë të paktën mbi 10.000 euro që ti të vësh në lëvizje një strukturë posaçme e cila ka kostot e veta. I heq fokusin kësaj prokurorie posaçme nga korrupsioni i thjeshtë i një punonjësi që mund të jetë në vlerën diku te po themi 1 milion lekë të vjetra dhe ti e vë këtë strukturë posaçme të hetoj këtë korrupsion dhe ndërkohë heq fokusin nga krimi organizuar apo vepra penale shkelje lirisë bazës së tendra që edhe këto po bëhen pak komplekse dhe kanë nevojë edhe vërtet për një fokus pak më të rritur.